Kompozitori me famë botërore Aldo Shllaku solli në Shkodër koncertin Muzika Hollywood, një mbrëmje artistike që mblodhi publikun në sheshin Parabashkisë, nën interpretimin e Orkestrës Simfonike dhe Korit të Teatrit Kombëtar të Operas Baletit dhe Ansamblit Popullor, së bashku me formacionin instrumental modern. Koncerti përcolli kolonat zanore të disa prej filmave më të njohur botëror. Në skenë u ngjitën edhe vokalistja Ayana Haviv dhe pianisti Jeff Hopner, të cilët i dhanë një dimension ndërkombëtar kësaj mbrëmje muzikore. Kompozitori Aldo Shllaku u shpreh se ishte një emocion i veçantë të performonte në qytetin e lindjes, duke vlerësuar mikpritjen dhe atmosferën që krijoi publiku. Ishte një rast i veçantë për mua, ishte shumë pritur. Jam shumë i kënaqur që më dha mundësia të vi në Shkodër. Është qyteti im, megjithëse s'kam jetuar një ditë në Shkodër. Dhe e vlerësoj pamas si publikun, si gjithë bashkinë, gjithë njerëzit që më ndihmuan që ta bëjmë këtë koncert këtu. Ishte domosdoshme për mua, një recital parë në Shkodër nuk konsiderohesh i plot. Kështu që ditë bukur. Sa e morët ju emocionin e publikut sonte në këtë natë? Po patjetër shumë, kur ngjon dorë orkidjet, kur thon bravo, kur më kanë tanë njesin në shtëpinë tane, pa fillu. Atë duam dhe ne, atë mirësinë, atë mirëseardhjen, edhe ndjehem shumë i kompletuar sonte. Drejtori i Teatrit Kombëtar të Operas Baletit dhe Ansamblit Popullor Aulon Naçi theksoi se aktivitetet të këtij niveli duhet të organizohen më shpesh në qytete të ndryshme të vendit për t'i afruar artin sa më shumë publikut. Në fakt duhen organizuar sa më shpesh koncerte të tilla, aq më tepër kur bëhet fjalë për një orkestër të mirëfillësi që është Orkestra e Teatrit Kombëtar të Operës së Baletit, ndërthurur dhe me risi që sjell dhe në këtë rast kompozimet e kompozitorit Aldo Shllaku. Kështu që për publikun, aq më tepër në ambiente të hapura, është një risi për të dëgjuar vepra të cilat ndoshta nëpër ekrane i kanë ndjekur, por ti dëgjosh live me një orkestër dhe me solistë ardhur përtej oqeanit, këtu në sheshin Parabashkisë në Shkodër, besoj se është me të vërtetë një mbrëmje për të mbajtur mend dhe për të shijuar. Muzikanti Zef Çoba vlerësoi rëndësinë e këtij koncerti për jetën kulturore të Shkodrës. Kishte dy gjëra të mira mendoj kjo mbrëmje që kaluam sonte. Veprën Aldo Shllaku, ti kompozitor që të shmarë i afirmuar në këtë zhandër muzikor gjinin e filmit, dhe një orkestër që e përballoi shumë mirë këtë lloj stilit muzikor që nuk është i zakonshëm që interpretohet në skenat tona, me këto kombinimet edhe të elektronikës edhe të muzikës dal vivo. Kështu që në këtë mendim mendoj se kjo mbrëmje kishte karakteristika krejt veçanta, një publik që e priti shumë mirë dhe mendoj se janë vlera që e rrisin dimensionin e jetës kulturore në qytetin tonë. Mbrëmja u mirëprit me duartrokitje të gjata nga publiku, duke krijuar një atmosferë të veçantë në qendër të qytetit.